Festa e verës, kjo ditë simbolike që na vjen nga lashtësia, ka hedhur papritur sperancën e saj edhe në sheshin Liria të qytetit të Durrësit. Shesh i cili këtë të premte është mbështjellë me ngjyra festive tipike pranverore. Çadra dekorative me ngjyra lulësh, sikur parashikojnë ditët e ngrohta plot diell në afrim, simboli i qytetit tonë bregdetar në një turizëm gjithëvjetor, por që kulmon në sinën e verës. Ngjyrat tregojnë se festimet kryhen në nderim të natyrës së bukur durrësake dhe bimësisë që merr jetë në këtë datë. Në panairin organizuar, filluan që herët të ngrihen stendat ku tregtohen lidhse të dorës së ditës së verës dhe byzylykët aq të preferuar nga moshet e reja. Por nuk do të kuptojë kjo festë pas simbolin e saj dallues, që është gatimi i bullokumeve, i marrë nga traditat e rretha fqinjë të Durrësit, kryesisht Elbasanit, dhe shumë stende janë mbushur me këtë artikull kaq të preferuar të kësaj dite. Në shesh, para fillimit të organizimeve zyrtare, duke anashkaluar burokracinë e rastit, familjet u gëzohen pëllumbave që i mirpresin vogëlushët në shoqërinë e prindërve. Dita e verës pritet kulmojë të shtunën në fundjavë, krahas panairit dhe me një koncert festiv që do të fillojë në orën 10 të paraditës. Dita e verës ishte festa pagane e fillim vitit, sipas kalendarit shumë të lashtë ilirik.